Andi, si po duket organizimi si vjetshëm i Prifestit? Si gjithë është perfekt, është që energjia e Prishtinës që e mon edhe Prifestin edhe Prifesti e mon Prishtinën me qëtë energjinë e përbashk. Është gjithë lezat me orë në sheshin tënë ku e rritë edhe me po një si eventi ka që t'jashtë edhe me po filma shumë të mirë, me po zgjedhje prej krejt veneve, me po filma internacionale shumë sa një mirë, edhe shumë eksperiencë e mirë. A është ndonjë film që mbasi e pak më entuziast për me po? Djeu ku një film shumë i mirë që e kum po edhe e kum prit me shumë qef që 4 vjetë e kum prit në Gryk ose Berhag ka lujt Era Bolaj, Valmir Krasniqi edhe ka film jashtëzakonshëm për me ja ka vlejt me prit për ato 4 vjetë. Për ty vetë personalisht, të pëlqen më shumë seriali, filmi apo teatri? Qësh është kjo shpreja? Mi dosi mi vro. Jo, filmi, normal në film jom rrit, me film ja kom njës prej 12 vjetë, kështë njëna shumë aj sigurt në film, po gjithmonë të pëlqen edhe me sfidu vetën, përsa ta tani edhe teatri e ka të vetën, seriali është filmi ndomë në të copat ndryshme, kështë që trijat po besoj, trijat. Festivalit të tilla nuk është se ka shumë, a të mungojnë? Po, mungojnë mu edhe i mungojnë edhe audiencës edhe i mungojnë edhe industrisë tonë. Zakonisht kër e ki një kompeticion, të shtynë me punu edhe me menu edhe me dhënë shumë a shumë prej vetës, kër e din që dikon mënët me u vlerësu puna jote, kështë që përsa ta menoj që duhet me pas ma shumë, po faleminderit prej Prifestit për 17 vjetë që nuk e ka nolë edhe e ka mojtë që energjinë tonë të ecë. Komuniteti i aktorëve duket se një komunitet që është pak më i bashkuar, të pak të ne si publik ashtu ju shohim. Është e tilla apo ka dhe prapaskena të tjera? Na jena njerëz, gjithkun ka prapaskena po besoj, po jo definitivisht industria jonë është shumë e bashkume, me qenë se edhe nuk është numër shumë i madhë, përsa ta gjithmonë jena të inimu njëni tjetërit, të punu bashkë me njëni tjetërën edhe që ajo e bën haloma magjike. Tani edhe kur vina mi po filmat nuk janë të largët, si me thonë një kolegë, nuk është që e shes si kur dikën të largët, edhe tani gëzimi për të është shumë i madhë dhe qefi mi po edhe krejt. Faleminderit juve.